këshu edhe sa e lujta në pjana, unë kujtë bram, po ti mërë djallë, tha. Edhe partizantë kishe qenë, tha, zë kështë bë më bërë. Dhe ajo kanë, mojë shmi të retat. Unë jam firusit shmi të retat. Si lindi frymëzimi për këngën Jam Evropë? Edhe çfarë mesazhi ke dashme për cilë me të? Kënga Jam Evropë, për hyrë të vërtetës, nuk kam dash të muzikoj fillimisht. Sepse thosha, po mi po që kam unë me Europën. Qemi në me Europën, gjithmonë dhe aja shprejhja e famshme, e faikonizës, e kejtja shqiptare, dhe vjen nga vetë shqiptarët. Nga vetë shqiptarët jonë. Shëjë me Europën, mi po ilri, këmgullës i math, do e bësh, e jashtë tërë mujë, poezinë e kisha aty, nuk e bëra. Vjen këj një ditë me Skënder Hasin, këngëtarin, që e kemi mikë bashkë, vjen e dhe thë, se ke bo, jo se kam bo. Thashë, hajde ja fusim njerë, dalim për gjana e për peshkim. Në rrugë duke shku në një lumë, të tjenë një bërshë, i themën, i lirë kene i gjënë me shkuj, po tha, majti makinën e Skënderi, edhe s'kishim letër, sirë lasu për i lirë i grisjet e të paketës, edhe voja pentagrami du dhe shkujta. Moj Evropë e vjetër, si s'ma gjetë një rrugë tjetër, edhe i themi i lirit u bë kanga. Si, i lirë ishte kurios qa ke bërë, lere, kur shkojmë shpi. U bë kanga? Shkujta, no, u bë kanga. Edhe kështu, u këthy i liri në Prishtinë, për 10 ditë, unë e marova kangën e qohë. Por, në ka hapë shumë të lashtë në festival. Nuk kanë dash të fusin. Ma një po them që në një nga strofët e kangës, që unë i bëra vetë, në fakt, unë u bazova tek ajo poezia e fakshme nga Zgushit që thotë duke njësë udhëtimin mes për mes në Shqipëri, dri një plake i përrashme po boron në shëndohumi. Edhe unë e thash aty, moj Evropë... Evropë e vjetër, si s'ma gjetë një rrugë tjetër. Moj Evropë, zonja Dredhis, pse i ban hile historisë, pse ma le dringin në vej e jo në mes të Shqipërisë. Hoqën atë kishë, komisioni atje, i themi lirit, ndryshoj bojë bëjë atje, ka pas probleme, bile, ma i men edhe një këdi që ishte inxinjerë, tha qa se e kanë, qa kanë ta, tha me Europën, ndërsa e kundër ta, ka noth me një spektator, Masimore, festivali, Tiranas ishte, me bicikletër, erdi, një fëtërinë, se unë njifsha si emër, edhe takoj, e tha, panvarsisht me lotë syve, panvarsisht, që ndodhe i festival, se u folë që të djefshin fynë parë, absolutisht e lanë, jo të më natë tretë. Panvarsisht që ndodhe, dhe aja shka nga më e bukur, edhe mbeti. Edhe mbeti. Tash, në realitet, për me saj misionin tuaj e realizut? Po. Ta quaj kështu? Po, ka nga ashtë me... Shko, një pasion i madh i derdhur në një këngë të bukur. E kam shkujt me shumë nerë. E cila mbeti edhe sot tingëllon e vazhdon të hecën si një mision. Absolutisht po. E kam shkujt me shumë frymëzim. Domthon, momentin që më ka ardhur motimi, përpara kam pas Samale, kështu sa shujse rruga. Edhe thashun, kesi e lapsi liru? Po, e shkujta, me nota, kaq. Po na herë shko, unë gjithmonë jam spontan në këngë. Unë nuk më ulem piano të rrej gjatë që të kërkoj këngën si ku do bëjmë. Unë e kam kështu bram, e bëra se bëra. Të vje? Kështu i këpo, më vjen direkt. Më vjen po direkt me hedhe dhe marrë filmin. Kënga Pavarësia është një nga këngët absolutisht më të bukura, nga më të bukurat. Edhe e realizuar mjeshtërisht nga ona juaj, edhe nga ekipi i Lirit, i Ilir Shaqirit, edhe Gjevdet Gashit, edhe u bë një diçka e bukur që pastaj po ashtu në sheshe, në rrugë, në stadiume, në... Gjithondej. U bë si një thirrje, si një paralajmërim i shpalljes së pavarësisë. Absolutisht po, edhe kjo këngë është futur edhe në shkollat shqiptare. E bëjnë valle koreografike, edhe me interpretimin e Ilirit, po qatë kërcimi i bënë. Tashi, edhe kjo këngë ka histori. Iliri vjen tek unë librasht, atëre isha në librasht, edhe thot do të bëjmë këngën e pavarësisë, po vjen ishte 11 muaj para se të shpalli pavarësia. I thashëm,
Ç'është kjo këngë pavarësi? S'është shpallë pavarësia. Po do shpallet. Po mirë, kur shpallet tash e bëjmë. Jo, do ta bëjmë sonë. Do ta paralajmërojmë. Më herët Këmbgulës i madh. E kemi filluar. Këtë cubi i Kosovës, këtë cubi i Drenicës së Kosovës, në mes të natës, në 2-3 të natës, i bje derës. Po, bje derës. Edhe thot do bëjmë një këngë. Do bëjmë një këngë, po është i papar, më ka loth. Po edhe më ka gëzuar, sepse kam bërë ato mrekullia me atë që ndjem krenar dhe sot. Dhe thashëm mirë pra i hajde dhe ta bëjmë, thash ta shpallim në 2 sonë e pavarësinë, pastaj qeveria thash ta tjetër ta shpallim. Dhe ta bëjnë ne. Po. E fillum në 11 natës, e kemi marru në 3 mjesit. 4 orë, pa lëviz, i lyri mrapa më imiton, atë se unë kalova, vardalisa fare, cigaret një nezër aty, një atje, dhe më sepse këqa hyrë, shfryzova një motiv të bukur të një valje të Rajcës së Libazhit, që është valje, është famoze, barkomtare. E mora dhe, ajo është unë e bëra, o, sot ka fest Kosovë, iku kana, maroj, rasin valet tona, shkrepi djeli lirisë, në fushat e arbërisë, erdhi dita e pavarësisë, erdhi. E djetë. Shton jetona, tjelirin bitro jetona, reze karta mbi fusha kanë ra. Lodha sot në mbretërin time, në përshekuj ligjerime, kur mbi gur sot u bën kala. O, sot ka fest Kosova, kësimi i madh në zemrat tona. O, sot ka fest Kosova, Qepi djeli i lirisë, i fushat e arbërisë, erdhi dita e pavarësisë, troje të lashtat të tardanisë. Duke mbjellur me plumba, dhe i ndezur për shtatë trimëri. Duke mbjellur me bura, shekujve të rënë për liri. Gjohun jo dëshmor, gëzoni bashk me ne. Sot atë dheu i lashti shqipeve feston,
ditën e rë.